Kjo është firma e madhe që i jep fund luftës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar planin e paqes në Gaza në samitin me liderët rajonal dhe botror në Sharm el Sheikh, duke e përshëndetur atë si një vulë shumë të rëndësishme. Teksa e bënte këtë gjë, ai tha: "Kjo na mori 3000 vjet, a mund ta besoni, dhe do të qëndroj përgjithmonë. Kjo është një ditë e jashtëzakonshme për botën", shtoi presidenti amerikan. Ai nënvizoi se marrëveshja është aq e madhe sa do të shmangë një luftë të tretë botrore, e cila sipas Trump mund të kishte ndodhur në lindjen e mesme. Kjo është dita për të cilën njerëzit në të gjithë rajonin dhe në mbar botën kanë punuar, janë përpjekur, kanë shpresuar dhe janë lutur. Ata kanë bërë gjëra gjatë muajit të fundit që mendoj se ishin vërtet të paimagjinueshme. Askush nuk e mendonte se kjo mund të ndodhte. Me marrëveshjen historike që sapo nënshkruam, lutjet e miliona njerëzve më në fund janë përgjigjur. Tani duhet të fillojmë rindërtimin e Gazës dhe kjo do të jetë pjesa më e lehtë, u tha Donald Trump udhëheqësve në Sharm el Sheikh. Një gazetare pyeti presidentin amerikan se cili ishte mesazhi i tij për Hamasin, pas raportimeve se grupi do të shërbente si një forcë policore palestineze. "Ne u kemi dhënë atyre miratimin për një periudhë kohore", tha Trump.